Jam me kaubojsin se e vnosin, edhe. Unë ke punë të ulla, që është? Që është galeria ime e parë private. Si e parë? Kam edhe një Milano. Edhe një Milano? Me 600 piktura. Me 600 piktura, po tu sa janë? Që më zdoboten ke 290. Shqipi më, kthehet një shërif në qytet. Kthehet një shërif në qytet, po një shërif me piktura. E kupton të mendoni edi ju kështu, jo, me piktura. Pra ne them unë, kjo është fantastike kjo. A do të ma shtjellosh pak kur ke filluar, si ke filluar me kështu? E pak Unë e ka filluar që në klasë 5, që klasë 5. shkollë pioneri, asaj kohën dhe klasë 5. Pastaj ne u shkullës për emigracione, pastaj ne ka filluar në Itali. Po jetë ke të shkuar në shkollë pikture, mos e di. Absolutisht kam bërë konkurs në shkollë. Edhe nuk ka vënë, sallon, pse? Sepse ishte akoma sistemi komunist dhe ishte familje kulake. Edhe piktura shifshin me ngjyra politike, në fakt pikë në Edhe ngjyra. një mikeshe. Po. Në atë kohë, duke qenë se unë në udhëmë të bërë pejsarit, po në pejsarit të vajtë që kemë shumë, dhe pa i parë dhe dhe pejsarin e. Dhe përna, pejsarin tim dhe pejsarin një mikeshe që ishte aty, a i shë mëpërri me gjysë të pikustifim, e ke ka shkollë në një. Megjithatë, pasi ke shkuar në Milano dhe je marrë me biznes, ti je marrë me pikturë. Që do thotë, ku janë ndër pikturët e para këtu, po si ke? Kjo është një Po, atë pak në nanisht. Nanisht në vinare. Në pas parë të kam në shpilë, me të manatese kam edhe të një 50 co. Në shpilë, probleme me bashkërën e kam për punë në gozë ose në për shpilë, dhe kam punë që pikturë, si shpilë që kam. Shpilë që kam një 2 në Itali, dhe 3 që kam këtu, kam të pikturë. Jo, nuk e di, të thënë drejtë, dhe të jetë më ndërkasu me të. Okej, vim këtu, ti e parasysh, unë shoh portrete, si që është portreti në Terezës, të kanë frymëzuar nga pikpamja historike, nga pikpamja edhe antropologjisë që të sjell, për shembull, vibracionin që sjell një portret. Një portretet të vështira të bëhen, sepse duke qenë se kanë një karakter njerëzor të pa imagjinoshëm, të japin atë vështirësinë e pikturës patjetër. Ndoshta sa vetë të shkuar ashtu si këtë çështje të në Terezë është në Gjërpatëve. Është të vështirë që u ka një tenare një figurë kaq të tillë, ndoshta në një mënyrë që është edhe besueshme, por gjithsesi është një jashtëzakonisht padrejtë, më thënë është. Po, e shoh, shumë bukur, shumë bukur. Gjithë kastelli që ne vëu që flasim për herën e Krishtit, jo vetëm shqiptarë, por edhe i ke dhënë një natyrë ndryshe, shoh, patjetër, nuk e ka atë anën muskuloze, ka anën meditative, anën diplomatike tjetër, por ka gjë. Gjithë kastelli që ne vëu kam bërë Afropa, 120 fotografi të ndryshme të së po, sa tjetë? 120. 120? Dhe kam bërë një ekspozit të ndërsh në 2017 për 500 vitorë që kam bërë ekspozit? Vetëm me? Dhe një në rakët më të mirë shqiptarë që Hollywoodit, që është Pete Malota, ka apo sa vatë pak të ekspozit timen, se jemi njohë në New York, dhe ka vizitur ekspozit një asaj kohë. Shikotari, që kemi këtu, se pas e bërë bukur dhe tegu që të në pasatën, se pas e nvesh me patriotism. Me patriotism, Tu kam edhe dy tre familjarë. Kur janë të familjarë? Gjimper Marko, Gjimper Marko, prapë i Manatis. I Frumit, Sako Barako, i para komunizmit. A gjeshtisht normal që të Kolgjë Deta, i Manatis. Kolgjë figurë e jobu. E jashtëzakonshme. Dhe i dy Kolgjëdes është tu poshtë. Tam është i dy Kolgjëdes. Në Zdeta. Po, ashtë në shqimë të dërë e mërë e krapata. Do në këtë në figurë në lekë duke që një kapitan Gjën Marlezoni. Kujtë ku është kapitan Gjën Marlezoni? Po, këtë. Ja, se e ka përnu. Të janë edhe dy figurë tjerë të familjes tonë që... A dy sigur? Domë Sumani. Duhet Sumani. Pse ndosa e gaj? Jo, Sumani. Edhe s'fali, do të këtë Sumani, fisë Sumani, po, edhe? Dhe janë dy martirë që Papa Francesco ishtë pa dhe martirë në në Tiranë. Dhe janë të familjes tonë.
ta mizat që Po tani se sa mirë që i ke miksuar, që i ke miksuar këtu, se duke figurat shumë të mbaja, me na infrashur, me që stopullin që pash atje, ja kështë. E ka një histori që të bërën shmartjer. Luftoj anti komunizmin dhe patjetër se vishën burgjet e komunizmit në Spaqë. Të dyta vdekin në Spaqë. Në Spaqë. Okej. Azem Galica, Hasan Prishtina, shumë interesante. Haxhi Prezani, Kimler Haxhi Prezani. Ja ti njegim pak to, ti njegim pak. Surri, Surri. Kristo Negova, Negovani, po. Pashrovasa, Konstantin Kristoforidi, Turhan Rëmeti, kryeministri i dytë shqiptarë. Mia Grameno. Po. Fran Bardhi, pasi po dhe Ali Pashën do. Ali Pasha, dhe ato që një figurë mistike. Edhe mos më harro Leshën e Zi. Leshën e Zi kemi. A ti atë? Ja vë ka atje Premtim Dodën. Premtim Dodën, është edhe Premtim Dodën. Okej, ja figurat të mëdha. Edhe ka pas një problem. Edhe Abad Doshi. Abad Doshi e kanë në Milano. E kanë në Milano. Figurë shumë interesante. Shiko tani, teknika e punimit. Kjo që ka një teknikë, po thuaj se është një njëjta teknikë ku ke punu me bardhëzi dhe ke dhënë një kështu. Kjo është shumë interesant, kjo. Duke si në njëherë duhet si një kontrapunt në mënyrën se si ta mori kontakt. Ta mori kontakt. Ma e ke fut protest, por jo, ka kriju dhe atë sfodi, domethënë është të futet te piktura, shumë bukur. Ndërkohë që ti je njëri që e ke pasion erotikën? Por arti nudis është art që është përfyet nga çdo piktor. Po, e qartë. Po që këshillit në njësë se çfarë ka pru ky? Ja çfarë ka pru e di, shi. I madha që e di, shi. Ja. Të ku i ke punu këto? Milano dhe këto. Milano dhe këto. I ke pru, janë përmes fotografie? Absolut. Se modele normal që i e ke vështirë, si e burë me namusa, po të ndjerë dhe me vështirë. Fotografi, fotomodele të ndryshme, që ashtë në çdo piktor. Absolutisht çdo piktor. Ja munduar të pasqyrës dhe arti femrës është të jashtëzakonshme, sepse gjën më bukur që ka kriju Zoti për femrën. Absolutisht. Mundon të pasqyrë më bukurinë që i ka falzori dhe atjetër është të përshishme për gustet të një etape. Po këtu kam diçka të veçantë. Këtu ku jemi këtu? Kjo është abstrakt, po kjo abstraksioni ka diçka të veçantë, është një stil i pak i veçantë. Unë kam bërë një aksident 2017 dhe kam bërë një koma një 5 ditë. Ja. Dhe këtë një gjërë se i kam përjetu në vizion të koma, se kam bërë në koma. Që kam thotë këta, ka fantasirë, ka shumë dhe njerë kjo. Unë bëra një operacion në mundi, para një mundi, shumë afërsi edhe kam parasysh të një pikturën që mu shfash. A ke parasysh më të lullet, më të gjona me një tjetër. Vëriti është operacion, në sa ti, që i ka lu një gjenë tjilë, ishe gati në kufirin mes jetesës dhe mos jetesës? Është një fazë e shuditshme, kam përshtypjen sepse ti je në limitin e kufirin lartë. Ndarsh, ndan barrierën me realitetin. Dhe ajo që një gjosha më tepër ishim vetëm kur vishim fëmijë, ja prakt, po gjithsesi një gjosha larg. Gjithsesi më kanë në një fund tuneli që zonë vetëm edhe u kthesha pak në realitet, sa herë ishim fëmijë ja. Por gjithsesi isha larg, shumë larg, të ngjyra isha shumë larg. Dhe këtu tani gjitha këto në sa kohë ke bërë? Jo, okej, ke dalë momenti fati edhe Zotit të sollën pas Masi sa më marrë, se kam në një muj. Një muj keni dalë në koma? Jo, 5 ditë në koma. 5 ditë në koma. I palivishur. I palivishur. Një accidentan me shpestis lartë. Po? Mas një 2 muj që kam filluar, i kam bërë për një javë. Mas 2 muj, mujtin kam humshin kujtesa. Imagjini sepse ato kishin kriju një folder, duke qipi atë thonë ti, i shifra vazhdimisht. Okej, atë shqetëson kjo që ti i ke këto? Jo, për unë është më frymëzon. Të frymëzon? Unë kur vi këtu të vjetë të rrë njerëz se çajnë këtë e para. Ashtu, pra gjithë kjo është një spiritualitet, asi mund ta quaj unë,
që ka ardhur pra ja këto ka po Edi dhe këto njeriu I fotografon në momentet më kritike të jetës. Edhe kjo që ka një kanë shumë I dashur këtu. Po, duke edhe ke herë çfarë do Edhe në tele shkëtë. isha. Okej, shumë bukur, janë dhe I plani edhe po të marrëm dhe të planin ta shohim atje, që ka shumë një ambient fantastik, edo, falenderoj që më mësove këtu. Unë nuk e dija që ti ke bërë piktura, ka bërë, dhe më duket se në studiet tuaj nuk e nxjerr më të mira. Ja, më shumë. ja. Atëherë, do të përtosh që që unë ta kuroj, do të bëjmë së bashku një ekspozitë për shembull. A shumë nësi me etnozin, kaubojsi piktor. Edhe kështu, a rikëthet kaubojsi të që e rikëthy ka herë, unë e kam pas sot në emision, në kuven, u kënaqja shumë që po mbyllim kuvenin tu mes pikturave. Ky është etnozi.